Si ti the një gjë beni që lufta bëhet e ashpër aty ku pse bëhet e ashpër lufta dhe brenda vetë feve, brenda vetë sekteve fetare. Sepse ku ka ekonomi të fortë dhe ku ka hapësira, lirie dhe demokracie. Faleminderit shumë. Pra, pse këto vende të botës s'du të qikoj fare, që kanë pas një qytetërim madh që i kanë dhënë botës vlera të jashtëzakonshme vendet arabe, që i kanë dhënë matematikën, fizikën, letërsinë, Siria me. Po nuk janë të gjithashtu. Po, për një minutë, pse këto vende që kanë pasuri të jashtëzakonshme nën-toksore, mbi-toksore, pse këto vende kanë ekonomi dobët dhe mungesë lirie dhe demokracie. Tani, pse? Pra, nuk kemi përse këto vende ngushtohen kështu se këto ke drejti aty ku ka ngushtica, aty krijohet urrëtia. Aty ku ka varfëri, aty krijohet urrëtia. Jam dakord. Tani, nuk janë gjithë hapësira e lindjes së mesme është e gjerë. Po nëse flasim për Iran, Irak, Afganistan, Pakistan. To quhen shtetet mas lumit i thonë, shtetet aziatike, që kështu kanë në terminologjinë e vjetër. Po ke shtete shumë të begata, ke Katarin, ke Kuvajtin, ke Arabinë Saudite, ke Jordanin, ke Emiratet Bashkuara Arabe, ke Jordanin. Pra janë vende me stabilitet edhe vende që kanë demokraci nuk kanë. Tani ato kanë autokratike. Ato kanë një botë kuptim që ekonomia ka prodhu stabilitet. Po, e vërtet. Kjo kanë prodhu stabilitet. Dhe patjetër që nuk kanë konceptin perëndimor për mënyrën e shtetformimit. Pra ato tani po ti pyesësh kinezët sot, ato thonë neve jemi njerëzit më të dijshëm të botës, me teknologjinë më të zhvilluar, me ekonominë më rritje më zhvillim, por nuk kanë demokraci. Ja. Me parametrat që ka perëndimi që kemi ne. Sepse tani ne nuk duhet gjithmonë parametrat tonë t'ia vendosim të tjerëve, se kjo ka ndodhur edhe ky debati. Tani bota nuk ecën dot vetëm me një shikim. Pra, në këtë sens, mendoj unë që vendet si Irani, që kanë konflikte, apo si Iraku, apo edhe si Afganistani, që kanë prodhu konflikte të brendshme, shkaku kryesor i tyre është se ato kanë qenë shtete të cilat kanë ardhur nga një varfëri e madhe ekstreme dhe në luftra të pandërprerë. Pra, shahu kur e la Iranin, e la shumë të korruptuar, të shkatërruar ekonomikisht e me gjitha. Këto erdhën dhe i dhanë një formim ndryshe Iran. Shau e modernizoi, po ke drejt. Flasim për njerëzit, për mënyrën e formimit. Edhe jeta ishte shumë e mirë në kohën e Shahut. Në Teheran, jo në një periferi, këte kanë qenë shumë të varfër. Teheran, elitat, ku jetojnë elitat. Tani Tirana nuk është si Kuksi tani. Pa pas ndonjë problem se Kuksi tani është qyteti ynë. Po them si logjik ku rrin elitat. Pra, këto i janë shtete militare. Pra ku shtetet militare nuk prodhojnë ekonomi, prodhojnë ushtri, prodhojnë imagjinat, prodhojnë bunkere. Po si Izraeli ka bëjë edhe militarizmin edhe ekonominë? Po ja ta ndërpresë Amerika ndihmën në Izrael, çfarë do bëj Izraeli? Nuk bën dot gjë. Izraeli është një shtet shumë me teknologji shumë të zhvilluar, ka bekimin se ka një superfuqi shumë të madhe, e cila edhe president Trumpi tha, deri kur do ju japim juve, deri kur do ndihmojmë për ju. Deri kur. Pra, ideja që ndron që ti je vet, pra një shtet duhet jetë vet, është Singapore që filloi nga hiçi, që s'ka asgjë, që ka një ekonomi të jashtëzakonshme botërore, korrupsioni në nivele më të ulët, zero, edhe s'ka asnjë lloj superfuqie që të rrikë koka. Zvicra është shtet. Zvicra është shtet. Tani nuk themi tani shtet tani, edhe Shqipëria është shtet, po jemi shtet. Po duhet bësh shtet si Singapori, si Zvicra, si Liechtensteini, si këto vende të cilat ti prodhosh fuqi dhe respekt ndërkombëtar në bazë punës dhe veprimit të. Bazë punës dhe mirëqenies së lirisë. Shtetet militare nuk kanë perspektivë. Megjithatë, si doktrinë, megjithatë, edhe shtete pa ushtri si Shqipëria nuk shkon me fjalë. Edhe Amerika është militare? Po, edhe Rusia. Po, në Amerika demokraci të hershme. Ka të drejta të hershme, ka debat të hershëm. Çuaj kanë themelu ato. Demokracia është exercise, duhet çdo ditë punosh. Po punohet, si themi në bashkëtesa është çështje e përditshme, ti duhet flasësh me komunitetet fetare në mënyrë të përditshme. Si puna jote që shkoi bashkohet gjithë. Jo, unë bashkohem me ato, mundohem të bashkohem, po në herë edhe keq kuptohem sepse njerëzit tani nuk na ka krijuar Zoti ndryshëm. Unë mundohem mendoj që i shërbej më mirë religionit në këtë lloj fore, besimi që besoj, po edhe vendet që jetoj. Bene, për të ardhur me që je për religion, pyetja e fundit. Në Shqipëni, kohët e fundit, a shef problem të një
atësarimi fetar, ndërdikimi fetar? Unë E mbulojmë neve kur themi që s'kemi pas kur probleme, apo e kemi... është e natyrshme, mendoj unë që do ketë tek tuk budalluqe edhe në konceptin e religionit, po i them budalliqe, mos them një term tjetër, për faktin sepse kemi qenë një popull i shtyp në konceptin e besimit. Ne kemi qenë shtyp tërësisht. Për shembull, unë në 85-ën mbaj mend ke familja ime bën byrek, edhe ishte dita e Nevruzit, Sultan Nevruzi, edhe vendosën lekun. Lekun, po. Tani e vendosën lekun aty edhe unë ke klasa, ke shkolla aty, vjen drejtoresha, nuk vja përmend emrin, se tani është një zonjë me pushtet politik të fortë, edhe thot, kush prej jush ka gjetë lekun sot, edhe ngrita dorën unë i shkreti, se unë isha më naivi aty, edhe morën gjithë familjen në pyetje. Pse kishim vendosur një lek byrek? Po ajo ishte sistemi, ishte logjika, pra kemi qenë të shtypur. Pa drejt liri e 3.000 ca xhamia janë prishur, 1.250 kisha ortodokse, me vlera të mëdhaja, qoftë edhe çepin xhamisë të kishës. Po kisha katolike. 600 ca kisha katolike ose 800, 250 teqe. Po do, pra të gjitha këto. Jo, shemëm edhe kulturën duke shem këto, shem edhe trashëgiminë nuk e kuptojnë. Gjithmonë kemi thënë unë për shembull që komunikojnë ai. Shem kisha e Vao Des që ka qenë poshtë ku ka bë martesën Skënderbeu. Neve shqyr tani xhamia e Mret, e cila është 1492, tani nuk kishin fuqi ta investoshin vetë, investon shteti turk tani. Ajo është monument kulture e parë. Në Elbasan, vitin 1492 Sultan Beyazidit. Në Elbasan se kemi pa do të çoj ditë kur vishte të çojë. Është nga më të vjetra në Republikë. Ku ke kishe? Xhami mund kala brenda. Kala brenda? Brenda po. Pra, 1492. Tani kur vjen shteti edhe thotë komuniteti fetare, unë në këto 20 vite do t'i jap nga $1.040.000 në vit buxhet. Kur këto janë vetëm në rritje, në zhvillim, siç është Shqipëria në zhvillim tërësia, se nuk është vetëm religioni. Ato do të marrin parasysh mbështesjen universitetet, mbështesjen shkollat, kapacitetet fetare, një lloj politike e përgjithshme, mos ndërhyjnë kurrë ke puna e religionit, religioni kurrë mos ndërhyj tek politikbërja ose ke konceptet e vjet të përgjithshmeve që neve kemi rënë dakord, bashkëtojmë me njëri tjetrin në këtë vend. Dhe ti e shikon religionin si periferik, si qasje që të parancishëm, po ta njerëz që vinë e rriten, e zhvillojnë, kështu që duhet të ketë një vëmendje më të madhe për sa i përket mënyrës se si, pra feja nuk është dekor. Hajde tani na marrim 4 vjet, shumë mirë ato që vajtën në Paris, shkum atje, na duar trokitë, nuk kthem, më pas nuk kishim askush. Nuk është kjo logjika. Feja sot është fakt. Në kishat, në xhamiat e Shqipërisë, predikimet janë plot, ti e ke pa. Çdo xhami të Shqipërisë që kemi ne, dita e premte është pothuajse e mbushur nëpër qytet. Pra do të thotë që kur rritet numri do të ketë edhe gabime, do të ketë edhe keq kuptime. Unë aty që shqetëson me komunitetin me besimtarët, komunitetin musliman, nuk po flas për institucionet, nuk po flas për shoqata, për organizata të cilat me një fjalë ushtrojnë aktivitetin fetar, por flas për individ që për çdo gjë që del që ndodh në një vend botën muslimane mallkojnë pafundë për rrjetet sociale. Po nuk është për festë ton mallkimi. Profeti ynë thotë që nuk ka marrë ke ju që të mallkoj, as shaja të ofendoj, ka marrë për ju të jemi mëshirshëm. Pra mos jesh i ndjeshëm vetëm për një qasje, për ta parë botën vetëm me një këndvështrim. Duhet të jesh i ndjeshëm për gjithçka e cila i bën dobi.